Një tjetër episod kriminal me të njëjtin emër në qendër të vëmendjes ka tronditur qytetin e Sarandës. 48 vjeçari Jorgo Kumaraku është shpallur në kërkim nga policia pasi dyshohet se të premten mbrëma ka kryer një grabitje në kërcënimin e armëve në një dyqan e lagje numër 2 në qytetin Bregdetar. Sipas burimeve zyrtare, Kumaraku ka hyrë në ambiente tregtare dhe pasi ka kërcënuar shitsen 26 vjeçare me armë, ka marrë me forcë një shumë prej 60.000 lekësh, por ngjarja nuk u mbyll vetëm me grabitjen. Dëshmia tronditëse e të resë dhe të dhënat paraprake të hetuesve flasin për dhunë fizike ndaj saj, si dhe për një tentativë për abuzim seksual, çka e rëndon më tej tablon penale të dyshuarit. Historia kriminale e Jorgo Kumarakut është e gjatë dhe e përsëritur. Ai rezultoni skeduar nga policia për të paktën 5 ngjarje të mëparshme me natyrë të ngjashme. Emriti u shfaq për herë të parë në vitin 2007 kur grabiti një kazino në Sarandë. Më pas në vitin 2013 sulmoi dhe grabiti 2 kazino të tjera në Sarandë dhe Gjirokastër, ku sipas dosjes hetimore përdori dhunë ndaj punonjësve të ambientit të lojrave të fatit. Edhe në vitin 2021 ai u përfshi një tjetër çështje penale ku akuzoi për kanosje dhe përpjekje për të detyruar një grua të jepte para. Në verën e vitit 2023 Kumaraku kap në flagrancë nga turistët teksa tentonin të vjedhin sendet personale në një hotel, por arrestimi i tij atëherë nuk e ndali vijimsinë e veprave të rënda penale. Policia e Sarandës ka ngritur grupe kontrolli dhe po punonin intensivisht për gjetjen dhe arrestimin e tij, ndërsa ka bërë thirrje për ndihmë publike, duke garantuar ruajtjen e plotë të anonimatit në çdo informacion që mund të ndihmojë në lokalizimin e 48 vjeçarit. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim në qytetin turistik, duke rritur ndjeshëm tensionet dhe ndjesinë e pasigurisë në prag të sezonit veror, ndërsa qytetarët kërkojnë masa më të forta për garantimin e rendit dhe sigurisë publike.